Faleminderit zotëri Mosiu. Është nder dhe njëkohësisht përgjegjësi profesionale që të jem prezent sot në këtë diskutim, që lidhet me kontestat që rrjedhin nga marrëdhënia e punës. Dihet që gjyqësori vitet e fundit është përballur me një numër jashtëzakonisht të madh të lëndëve, që derivojnë nga kontratat kolektive apo udhëzime tjera administrative, që kryesisht kanë bëjnë me kontestat e punës, të cilat konteste gjykata i trajton me prioritet, sipas një strategjie të nxjerrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kjo për faktin se kontestat e punës janë derivojnë apo janë kategori kushtetuese dhe hyjnë të drejtat themelore, çka do të thotë që përkundër faktit që gjykatat apo sistemi gjyqësor në përgjithësi është përballur me numër jashtëzakonisht të madh të lëndëve, pas një mobilizimi jashtëzakonisht të madh si tek Këshilli Gjyqësor, po ashtu edhe të gjykatave dhe çdo gjyqtar individual, gjatë vitit 2014 është arritur që të kryhet një numër enorm i madh i lëndëve civile. Çka do të thotë synimet kanë qenë që viti 2024 në një formë të arrihet parafërsisht të përmbyllet në tërësi të gjitha ato lëndë që derivojnë sikurse nga kontratat kolektive, po ashtu edhe udhëzimet administrative. Këshilli Gjyqësor, po ashtu edhe gjykatat, janë kujdesur dhe kanë tentuar të ruajnë një farë balancin e mes të ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës, ku gjitha këto lëndë janë trajtuar jashtë seancës, ndërsa në anën tjetër po ashtu është përkujdesur që të respektohen të drejtat themelore të punëtorëve. Them këtë për arsye se të gjitha këto lëndë kanë një kosto shumë të madhe. Përveç që ndikojnë në shpenzimin e madh të kohës, të njëjtat kanë edhe kosto financiare që drejt për drejt afektojnë buxhetin e Kosovës. Në këtë rast do të thotë përveç nuk janë lëndë komplekse për gjyqësorin. Realisht nuk do të duhej të ishin fare lëndë, për arsye se gjitha këto raste paditur janë institucionet publike, pavarësisht mund të jetë komuna apo institucionet qendrore, agjenci qeveritare apo edhe ministria, tash së fundmi Kuvendi i Kosovës. Për gjitha këto raste ka vendimarrje deri në Gjykatën Supreme, përjashtimisht këtyre që i përmendi zotri Shala që derivojnë nga 0.5%. Dhe nëse e analizojmë dhe e shohim nëse një vendim i ka lënë gjitha instancat gjyqësore, konfirmohet nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme, është shumë e pakuptim se si ato prap vazhdojnë vinë gjykatë, prap kanë vazhduar të vinë gjykatë dhe të krijojnë shpenzime që tërësi janë të pakuptimta dhe të panevojshme. Përderisa pothuajse të njëjtat derivojnë nga njëjta bazë juridike dhe janë konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme. Në këtë rast do të thotë gjyqësori, angazhimi ka qenë do të thotë maksimal në trajtimin e këtyre lëndëve, pa i lënë anash edhe lëndë tjera, por domosdoshmërisht e ka cënuar në një formë efikasitetin në trajtimin e lëndëve tjera që në këtë rast e dini sidomos gjykata themelore është ngarkuar me lëndë të vjetra tepër shumë, e që kur i shtohen këtu edhe një numër shumë i madh apo masiv i padive që lidhen kryesisht me kontestat e punës, domosdoshmërisht kanë ndikuar edhe në efikasitetin e punës. Tani së fundmi, ne si Gjykata Themelore në Prishtinë vetëm kanë filluar të dorëzohen këto paditë që derivojnë nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Brenda një dite janë pranuar edhe 2000 padi. Do thotë mund ta imagjinoni nëse brenda një dite janë pranuar 2000 padi, sa apo si do të jetë fluksi në të ardhmen. Kjo do ta cenoj, do të ndikojë drejt për drejt në efikasitetin e trajtimit e lëndëve tjera, sepse përveç që kërkon angazhim maksimal të gjyqtarit, kërkon edhe angazhim të stafit tjetër administrativ, dhe në këtë rast është një goditje jashtëzakonshme për gjyqësorin që në rrethona normale në një vend do të thotë nuk do të duhej të kishte ndodhur kjo, sepse janë pothuajse të gjithë zyrtarët publik apo nënpunësit publik që në këtë rast nëse të gjithë paraqesin padi numri i tyre mund të jetë mbi 80.000. Andaj në këtë rast në vend që sot të diskutohej për cilësinë e vendimarrjes, në vend që sot sepse e dini që kushtetuta jon ka garanton të drejta themelore që do të thotë janë të lidhura me drejtat elementare apo fundamentale, e që të rrjedhimisht të njëjtat mund të përfundojnë apo të kërkojnë mbrojtje gjyqësore. Dhe në rastin konkret, në vend që të diskutojmë për cilësinë e vendimarrjes, në vend që të diskutojmë në raport me standardet që sot vendet tjera kanë evoluar jashtëzakonisht shumë, janë vendimit të Gjykatës Evropiane dhe standarde jurisprudenca që këtë rast ishte dashur të ishte temë ajo dhe kryesisht të fokusohemi në kualitetin apo cilësinë e vendimeve, ne sot jemi para një diskutimi që në këtë rast do të jetë mos të me papërballueshme për sistemin gjyqësor. Qoftë se ne i pranojmë brenda një kohë shumë të shkurt 80.000 lëndë atëherë, edhe epilogu këtyre dhe domosdoshmërisht do të ndikojë edhe në efikasitetin e vetë sistemit.